Civil Media. Të nderuar të pranishëm, fillimisht dëshiroj të falenderoj organizatorët për këtë konferencë, për shkak se padyshim ne kishim të nevojshme të bashkuar për Maqedoni. Qysh nga themelimi jonë prej para 10 viteve nëpërmjet komunikatave dhe iniciativave të ndryshme të përpraktisjen e modelit zgjedhor me 6 njësi zgjedhore, inkorporim të modelit republikan Maqedonisë Veriut të jetë një njësi zgjedhore. E përfaqësues të parlamentit të zgjedhur nga populli, e shohim se me modelin e drejtënishëm votat nuk peshojnë në mënyrë të barabartë dhe edhe pse 10 mijë vota të qytetarëve të drejtën e tyre për votime kanë shfrytzuar në zgjedhjet e kaluara, prapë në fund të ditës ato vota bien në ujë. Ka ndodhur në zgjedhjet e fundit parti me 29.000 vota të miratorë të mos ketë përfaqësues në parlament dhe parti me 28.000 vota të votë të miratorë të ketë 2 deputet. Prandaj, në pikat e shkurta dëshiroj të paraqes një simulim të votave që i fituan partitë politike dhe koalicionet që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe ato si do të ishte dukur nëse mashënia do të ishte një njësi zgjedhore. Vitin 2016 nëse kemi do të ishim një njësi zgjedhore do përmenoj edhe koalicioni ka fituar 48 deputet, leset edhe koalicioni 47, mbëdhi 9, Alianca për Shqiptarët 3, PDSH 3, VMRO për Maqedoninë 2, të majtë dhe koalicioni për reforma dhe drejtësi nga një deputet. Nga kjo, mund të konstatojmë se votuesit duhet të kenë ndikim më të madh mbi njerëzit të cilët duhet të përfaqësojnë, pavarësisht nga cila parti apo koalicion janë zgjedhur, për shkak se në fund të ditës zgjedhore shohim se me këtë model ekzistues zgjedhor çdo vot nuk ka të njëjtën peshë. Nga ana tjetër, me një njësi zgjedhore krijohet llojshmëri më e madhe në parlament. Dhe secili cikël i ri zgjedhor çon drejt demokratizimit më të madh në shoqëri dhe prandaj jemi për ndryshime në modelin zgjedhor në një njësi zgjedhore me qëllim që të bëhet përzgjedhje cilësore përfaqësuesve të popullit, por edhe mbi gjitha çdo votë të jetë barabartë me gjithë të tjerët, për shkak se të gjithë jemi të barabartë në Republikën e Maqedonisë pavarësisht përkatësisë tonë. Ju falenderoj. Civil Media.